Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë është tynë të veprosh me më shumë maturisë se zakonisht. Në shkollë apo në aktivitete personale mund të kesh përgjithësi shtesë, por nëse i organizon mirë gjërat, do ndihesh i kënaqur. Marrëdhëniet me familjen përmirësohen përmes bisedave të sinqerta. Demi. Energjia e ditës të ndihmon të ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në vendimet e tua. Është një moment i mirë për të përqendruar tek gjërat që të japin stabilitet, si mësimet, hobet ose miqësitë e ngushta. Mos e nxit veten, gjithçka vjen në kohën e vet. Binjakët. Mendja jote është shumë aktive sot dhe ke dëshirë të shprehesh. Bisedat me të tjerët mund të të sjellin ide interesante ose një këndvështrim të ri. Kujdes, vetëm të mos shpërndahesh në shumë drejtime njëkohësisht. Gaforia. Kjo ditë sjell ndjeshmëri dhe nevojë për siguri emocionale. Është moment i mirë për të kaluar kohë me familjen ose për të marrë me diçka që të qetëson. Dëgjoj intuitën tënde, sepse të udhëzon sakt. Luani. Je në qendër të vëmendjes dhe të tjerët i vënë re përpjekjet e tua. Dita është e favorshme për të treguar talentin ose për të marrë një rol udhëheqës në një grup. Kujdes që vetbesimi të mos kthehet në kokforci. Virgjëresha. Sot ndihesh më i përqendruar dhe praktik. Është një ditë e mirë për të rregulluar detaje, për të përfunduar detyra dhe për të rregull në mendimet e tua. Mos u bëj shumë kritik me veten. Bëj më të mirën që mundesh. Peshoria. Balanca është fjala kyçe e ditës për ty. Marrëdhëniet me miqt kërkojnë mirë kuptim dhe durim. Një kompromis i vogël mund të sjellë harmoni të madhe. Ndiq atë që të bën të ndihesh në paqe. Akrepi. Dita ka thellësi emocionale dhe mund të reflektosh për gjëra që të kanë shqetësuar kohët e fundit. Është një moment i mirë për të kuptuar më mirë veten dhe për të lënë pas mendime negative. Forca jote e brendshme është e madhe. Shigjetari. Optimizmi yt është i dukshëm dhe të shtyn të mendosh për të ardhmen. Dita favorizon planifikime, ëndra dhe biseda frymëzuese. Mund të marrësh një lajm ose ide që të motivon edhe më shumë. Britsjapi. Përgjegjësia dhe përkushtimi të karakterizojnë sot, edhe pse dita mund të duket pak serioze, përpjekjet e tua po ndërtojnë diçka të qëndrueshme. Mos harro të gjesh pak kohë edhe për pushim. Ujori. Ke dëshirë për diçka ndryshe dhe mendja jote kërkon liri. Sot mund të ndalësh me ide origjinale ose të shohësh një situatë nga një këndvështrim unik. Ndiq kreativitetin, por mbaj këmbët në tokë. Peshqit. Ndjeshmëria dhe imagjinata janë të theksuara. Është një ditë e mirë për art, muzikë ose për të ndihmuar dikë që ka nevojë. Kujdes vetëm të mos humbësh në mendime. Realiteti ka gjithashtu rëndësi. Horoskopi në Top Albania Radio.